Vazhdojnë skandalet në përmbajtjen e teksteve shkollore për nxënësit shqiptar në Maqedoni. Së fundmi janë hasur gabime në ribotimin e librit të historisë së klasës së 6, në parathënien e të cilit Shqipëria është cilësuar si shtet sllav. Shtrembërimi i tillë i historisë ka ndodhur edhe përkundër faktit që njëri nga autorët e këtij libri është shqiptar. Televizioni Shenja kontaktoi me Nebi Dervishin, autorin shqiptar të këtij libri. Ai fajsoi shtëpinë botuese dhe bashkautorët e tij se ndryshimet e tilla janë bërë pa dakordimin e tij, duke shtuar madje se ndaj tyre ka ngritur edhe padi penale. Mua më tangon se lakohet e mirëjem që s'kam të bëj fare me këto ndryshime, dhe prandaj kam paditur në gjyq. Edhe shpinë botuese kjo Prosvet Modelo, edhe Milan Bashkovski si autor i ndryshimeve pa dakordimin tem, domethënë pa pëlqimin tem fare as kam dieni. Prandaj i kam paditur, tani dhe të shohim në gjyq. Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi muaj më parë pati deklaruar se nuk do të lejohen gabime të tilla në përtekste shkollore. Ne kemi filluar një projekt në bashkëpunim me Institutin për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve dhe me Institutin e Historisë të Tiranës dhe të Prishtinës me qëllim të ndërtimit ose ngritjes së një baze të mirë për përpilimin e teksteve të historisë, të cilat nuk do të jenë kontestuese dhe nuk do të jenë provokuese, do të thoja në disa aspekte. Skandalet e ngjashme hasen jo vetëm në librat të historisë ku janë bërë fyerje ndaj popullit shqiptar, por edhe tek libri i gjeografisë në të cilin shqiptarët konsiderojnë si maqedonas të cilët janë islamizuar dhe më pas shqiptarizuar, gjë që fyen prej ardhjen, historinë dhe identitetin e shqiptarëve. Ndërkaq para disa viteve Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë botoi enciklopedinë maqedonase në të cilën shqiptarët fyeshin dhe ofendoheshin rënd. Edhe pse u soll vendim që kjo enciklopedi të hiqej nga përdorimi, materialet e saj tashmë përdoren për në tekstet shkollore.